koordinator zoti Ismaili, i nderuar zoti Azemi, kryesuesi i bordit të drejtorëve, i nderuar zoti Berisha, drejtor menaxhues, të nderuar ambasador, përfaqësues diplomatik, donator, përfaqësues të institucioneve financiare, biznese dhe të pranishëm. Sot shënojmë një dekadë një institucioni që ka dëshmuar se politikat publike, kur ndërtohen mbi partneritet, profesionalizëm dhe besim, prodhojnë një rezultat konkret për ekonominë e vendit. Gjatë këtyre 10 viteve, Fondi Kosovar për Garanci Kreditore ka mundësuar mbi 1,1 miliard euro kredite garantuara, duke mbështetur mbi 13.000 biznese dhe duke kontribuar në një krijim të rreth 36.000 vendeve të reja të punës. Ky sukses është rezultati i një vizioni të qartë të qeverisë së Republikës Kosovës, i mbështetur nga partnerët tanë ndërkombëtar. Sektori privat, veçanërisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, mbeten shtylla kryesore e rritjes ekonomike, po ashtu dhe të punësimit. Prandaj krijimi i një ambienti që lehtëson investimet dhe rrit konkurrshmërinë është thelbësor për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit tonë. 10 vite më parë u themelua Fondi Kosovar për Garanci Kreditore për të adresuar një nga sfidat kryesore të ndërmarrësisë, çastjen në financa. Sot ai është një institucion i mirë kapitalizuar, me reputacion të besueshëm dhe besueshmëri të lartë në sektorin financiar. Qeveria e Republikës së Kosovës ka qenë kontributori kryesor në kapitalin e këtij institucioni. Nga 109 milion euro kapital, rreth 67 milion euro janë siguruar nga qeveria e Kosovës, përmes programeve vetanake dhe partneriteteve me institucionet financiare ndërkombëtare. Ky kapital është shndruar në ndikim konkret. Përmes bashkëpunimit me Bankën Evropiane të Investimeve janë mundësuar mbi 81 milion euro kredi, ndërsa përmes dritares së diasporës janë mbështetur investime të rëndësishme nga diaspora. Rëndësia e rolit të Fondit Kosovar për Garanci Kreditore u dëshmua veçanërisht gjatë pandemisë COVID-19. Në kuadër të pakos së rimkëmbjes ekonomike, u lansua skema garancisë për COVID-19, e cila mundësoi mbi 260 milion euro kredi për mbi 1.700 biznese, duke ndihmuar në ruajtjen e vendeve të punës dhe në stabilitetin ekonomik të vendit tonë. Sot fondi ka arritur rezultate të rëndësishme. Ka zhvilluar 7 dritare të veçanta të garancive që mbështesin gratë në biznes, ndërmarrje të reja, investimet e gjelbërta, diasporën dhe mbi gjitha eksportin. Ka partneritet me të gjitha bankat komerciale dhe institucionet kryesore mikrofinanciare. Ka mbështetur mbi 22.000 kredi dhe mbi 13.000 biznese. Ka kontribuar në krijimin e rreth 36.000 vendeve të punës. Ka përkrahur rreth 2.200 biznese të drejtuara nga gratë. Pas këtyre shifrave, qëndrojnë histori reale suksesi. Biznese që janë zgjeruar, investime nga diaspora, ndërmarrje inovative, gratë të cilat kanë ndërtuar biznese të qëndrueshme. Fondi Kosovar për Garanci Kreditore nuk jep grante, ai krijon një çështje financimi dhe kjo çështje është baza e një sektori privat të fortë dhe konkurrues. Duke parë përpara rolin e këtij institucioni, i cili bëhet edhe më strategjik, Qeveria e Republikës Kosovës mbetet e përkushtuar për ta përforcuar atë përmes mbështetjes së investimeve nga diaspora, fuqizimit të grave në biznes, zhvillimit të ndërmarrjeve të reja dhe inovative, promovimit të ekonomisë së gjelbërt. Marrëveshja e fundit me Bankën Botërore parashë rreth 5 milion euro kapital shtesë për të mbështetur ndërmarrjet eksportuese, start-upet, bizneset, kryesisht të udhëhequra edhe nga gratë. Të nderuar të pranishëm. Në vitin 2016 ndërtuam një mekanizëm që ndan rrezikun. Në vitin 2021 e përdorim atë për të përballuar krizën. Sot ne po e përdorim atë për të zgjeruar mundësitë dhe për të ndërtuar një ekonomi me gjithëpërfshirëse. Si zëvendës ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, angazhimi im është i qartë dhe do të mbetet i qartë. Fondi Kosovar për Garanci Kreditore do të mbetet një institucion i pavarur, profesional dhe financiarisht i qëndrueshëm, me rol kyç në mbështetjen e bizneseve në Kosovë. Në fund, dua të shpreh mirënjohjen time për ekipin tuaj, partnerët ndërkombëtar, institucionet financiare dhe bizneset që janë motori kryesor i zhvillimit ekonomik të vendit tonë. Andaj urime 10 vjetorin, ju urojmë sukseset e mëtejshme. Faleminderit.